Personi që jeton në mendimet e tua të do, por arsyeja e vërtet për distancën mes jush do të befasoj. Marr frym ngadalë para se të vazhdosh të lexosh, sepse ky mesazh nuk është i lehtë, nuk është sipërfaqësor. Ai I flet hapësirës së qetë mes dy njerëzve që ndjejnë gjithçka, por thon pothuajse asgjë. Kur dikush jeton vazhdimisht në mendjen tënde, jo rastësisht, jo her pas here, por pa ndërprer, ka një arsye më të thellë se sa një rastësi e thjeshtë. Dhe nëse mes jush ka distancë emocionale, fizike apo të heshtur, atëherë dëgjo mirë, sepse kjo distancë nuk është ajo që mendon. Së pari, personi në mendimet e tua të do vërtet. Jo në një mënyrë dramatike filmash, jo me fjalë të zhurmshme apo mesazhe të përhershme, por në një mënyrë të rëndë, të qetë dhe shpesh të dhimbshme. Nuk është një njeri që të ka harruar. Nuk është një njeri që ka mundur të vazhdoj thjesht përpara. Është dikush që të mban me vete kudo. Ai kujton gjërat e vogla, tonin tënd, reagimet e tua, mënyrën si dhe siguri apo cenueshmëri. Pse pra distanca? Sepse dashuria jo gjithmonë I afron njerëzit. Ndonjëherë dashuria I bën të tërhiqen pas. Së dyti, dashuria nganjëherë zgjon frikë, jo guxim. Kur dikush të do me të vërtet, diçka e rrezikshme ndodh brenda tij. Ai fillon të shoh çfarë I mungon, çfarë mund të humbas, çfarë ndoshta nuk mund të javë. Ti prek jo vetëm zemrën e tij, por edhe pasiguritë e tij, plagët e vjetra, pjesët e pashëruara, dhe kjo e frikson. Jo sepse ke bërë diçka gabim, por sepse ke bërë diçka drejt. Ti ke zgjuar brenda tij diçka për të cilën ai nuk ishte gati. Së treti, distanca nuk është refuzim, është vetëm mbrojtje. Dhe kjo mund të shokojë. Distanca ekziston sepse ata ndjejnë shumë, jo pak. Ata e dinë, nëse të afrohen, do të bien edhe më thellë. Do të bëhen të pambrojtur. Mund të humbasin kontrollin. Prandaj zgjedhin heshtjen. Jo sepse duan të lëndojnë, por sepse kanë frikë mos lëndojnë veten, ose mos nuk janë të mjaftueshëm për ty. Së katërti, ata besojnë se ti meriton diçka më të mirë. Kjo është një nga të vërtetat më të dhimbshme. Ata shohin thellësinë tënde emocionale, pritshmëritë e tua, aftësinë tënde për të dashur plotësisht. Dhe në vend që ti përgjigjen kësaj, tërhiqen. I thon vetes, pa mua do të ishte më I lumtur. Unë vetëm do ta zhgënjej. Nuk jam I qëndrueshëm, I gatshëm, I shëruar mjaftueshëm. Distanca bëhet një formë e shtrembëruar e dashurisë. Së pestë, ata po zhvillojnë një luftë të brendshme që ti nuk mund ta shohësh. Ndërsa ti pyesësh pse nuk të shkruajnë, ata luftojnë me mendime si, të shkruaj apo të hesht, po u ktheva, po e prisha gjithçka, po nuk arri dot t'i jap atë që I nevojitet. Heshtja e tyre nuk është paqësore, është e zhurmshme në kokën e tyre. Ata rishfaqin momente me ty përsëri e përsëri. Imagjinojnë biseda që nuk zhvillohen kurrë. U mungon në një mënyrë që nuk do t'ia pranonin askujt. Së gjashti, dashuria pa shërim krijon distancë. E vërteta e ashpër është kjo, dashuria nuk mjafton kur dikush nuk është I shëruar. Nëse ata kanë përjetuar tradhti, frikë humbjeje, frikë nga afërsia, frikë nga angazhimi ose frikë nga humbja e lirisë, atëherë dashuria ndihet si kërcënim. Ti përfaqëson afërsinë. Afërsia përfaqëson përgjegjësi. Përgjegjësia përfaqëson mundësi dhimbjeje. Prandaj ata krijojnë distancë jo sepse nuk u intereson, por sepse u intereson shumë. Së shtati, ata nuk I besojnë vetes me zemrën tënde. Kjo thuhet rrallë. Ata dyshojnë në qëndrueshmërinë e tyre, stabilitetin e tyre emocional, aftësinë e tyre për të qëndruar. Ata e dinë sa thellë ndjen ti. Ata e dinë sa serioze do të ishte kjo për ty. Dhe ata kanë frikë të fillojnë diçka në të cilën nuk mund të mbrojnë. Distanca u duket më e sigurt se sa të thyejnë zemrën. Së teti, pse mendon vazhdimisht për ta? Lidhjet emocionale nuk mbarojnë vetëm sepse mbaron komunikimi. Shpirti yt ndjen një energji të papërfunduar, një të vërtetë të pathënë, një lidhje që nuk pati kur mundësinë të zhvillohej plotësisht. Mendja jote kthehet tek ata sepse diçka është pezulluar jo përfunduar.
Distanca pa mbyllje krijon lakore mendore. Së nënti, ata mendojnë për ty kur ti e pret më pak. Vonë natën, në momente qetësie, kur diçka i kujton ty. Ata pyesin veten, a është mirë? A mendon ende për mua? Çfarë do të ndodhte sikur të isha më i guximshëm? Por nuk të shkruajnë, sepse dashuria e përzier me frikë çon në paralizë. Së dhjeti, e vërteta tronditëse rreth distancës. Ajo ekziston sepse kjo lidhje do t'i ndryshonte ata. Dhe jo të gjithë janë gati të ndryshojnë. Ti sfidon modelet e tyre, u pasqyron hijet e tyre, nxjerr në pa një rritje për të cilën ata nuk ishin gati, prandaj tërhiqen. Distanca bëhet një pauzë në procesin e transformimit. Së 11, prandaj mbyllja me forcë nuk funksionon kurrë. Kur kërkon përgjigje, ushtron presion, kërkon qartësi, ata tërhiqen edhe më shumë. Jo sepse ti je gabim, por sepse presioni aktivizon frikën e tyre. Disa të vërteta mund të dalin vetëm kur frika është qetësuar. Së 12, çfarë do të thotë kjo për ty? Ti nuk je i padashur, nuk ke qenë shumë, nuk e ke imagjinuar këtë lidhje. Thjesht ke takuar dikë që të ka dashur, por nuk ka qenë gati të takojë në të njëjtën thellësi. Nuk është dështimi yt. Së 13, dashuria nuk do të thotë gjithmonë të jeni bashkë. Ndonjëherë dashuria do të thotë distancë për rritje, heshtje për reflektim, ndarje për shërim. Jo çdo histori dashurie është e destinuar të vazhdojë ashtu si ka filluar. Disa histori janë aty për të zgjuar, jo për të qëndruar. Së 14, nëse ata kthehen ndonjëherë, gjithçka do të jetë ndryshe. Dhe nëse një ditë kthehen, nuk do të jetë rastësisht. Do të jetë sepse frika ka humbur fuqinë e saj, sepse shërimi ka ndodhur, sepse më në fund kanë zgjedhur guximin. Deri atëherë distanca e tyre ka qëllimin e vet. Së 15, mesazhi i fundit për ty. Mos u bëj përgjegjës për plagët e pashëruara të tjerëve. Mos e zvogëlo veten që dikush tjetër të ndihen i sigurt. Mos jeton në një gjendje pritjeje emocionale. Nëse të duan, do të takojnë jo për gjysmë, por tërësisht. Dhe nëse nuk munden, distanca nuk është dënim, është një devijim. Së 16, kujto gjithmonë, dikush mund të dojë thellë dhe megjithatë të mos jetë gati të qëndrojë. Dhe kjo e vërtet sado e dhimbshme të jetë nuk është që të thyej, është që të udhëheqë drejt dashurisë që nuk ka nevojë për distancë për të mbijetuar.